Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković theksoi se sundimi i ligjit nuk ekziston për serbët në Kosovë, por se sistemi gjyqësor është i drejtuar kundër tyre dhe se vendimi për të ndaluar drejtorët e institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe është marrë pa asnjë provë. Ai theksoi se ky është një tregues i qartë se serbët duhet të votojnë për listën serbe e cila ka mbështetjen e Beogradit dhe është mbrojtja vetëm e intereseve kombëtare serbe. Ai theksoi se nuk ka vend në botë ku dikush përfundon në burg për shkak të shkarkimit të disa punonjësve pas shkeljes së kodit të punës. Ai vlerësoi se kjo është një provë e nervozizmit të Kurtit dhe Rashiqit, të cilët tani i kanë kthyer thembrën institucioneve shëndetësore dhe arsimore serbe. Para institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe në territorin e komunës së Graçanicës, punonjësit e këtyre institucioneve u mblodhen edhe sot për të shprehur pakënaqësinë protestën e tyre kundër arrestimit të 7 drejtorëve. Zyrtari i listës serbe Igor Simić theksoi se punonjësit po thonë se nëntobimet nuk pajtohen me atë vendim të turpshëm dhe të motivuar politikisht, duke shtuar se një vendim i tillë përfaqëson presion mbi sistemin shëndetësor dhe arsimor mbi çdo serb. Ai theksoi se drejtorët u paraburgosen deri në 30 ditë për diçka që është pjesë e ligjit të punës dhe jo për ndonjë vepër penale. Në kishën e Shën Nikolës në Prishtinë sot, me një liturgji dhe prerjen e kolaçit në pranitë e një numër të madh të besimtarëve, u shënua lavdia tempullit. Liturgjinë e shenjtë u shërbye nga mitropoliti Teodosie me bashkëkremtimin e klerit dhe murgjve të eparkisë së Rashko-Prizrenit, duke u drejtuar besimtarëve të mbledhur, të cilët erdhen në Prishtinë si nga Kosova qendrore ashtu edhe nga disa pjesë të qyteteve të Serbisë qendrore. Mitropoliti Teodosie tha se njerëzit e këtij rajoni e din mirë se sa vështirë është të mbijetosh dhe të ruash besimin dhe vendet e shenjta. Stërvitja përbashkët e forcave të armatosura të Serbisë dhe antarëve të NATO-s në poligonin e stërvitjes Borovac pranë bazës Jug përfundoi me një shfaqje përfundimtare të aftësisë dhe një stërvitje në të cilën morën pjesë antarët e forcave të armatosura të Serbisë, Italisë, Rumanisë dhe Turqisë. Gjatë ditës së fundit u krye një segment taktiko-demonstrues i stërvitjes në të cilën u demonstruan aftësitë e njësive për të reaguar në situata krize, koordinim në terren si dhe ndërveprim i forcave në operacionet e përbashkëta. Stërvitja përfundimtare NATO Serbia u vëzhgua së bashku nga zyrtarët serb, nga planifikuesit ushtarak dhe vëzhgues nga Britania e Madhe, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Malizi dhe Franca. Zëvendësim sekretari i përgjithshëm i NATO-s për partneritet Kevin Hamilton tha me rastin e njoftimit nga Prishtina për krijimin e gjandarmerisë në çdo çështje që ka të bëjë me sigurinë në Kosovë kërkon konsultime me KFOR-in dhe institucionet e NATO-s. Hamilton tha për Kosova Online se NATO-ja e ka marrë parasysh idenë e krijimit të një gjandarmerie në Kosovë, por se aleanca ka nevojë për më shumë informacione rreth kësaj ideje. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti mbrëm vonë në një bisedë me kongresmenët amerikan tha se gjandarmeria nuk është e menduar si zëvendësim për KFOR-in, por se do të bashkëpunojë me të. Docenti i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd Stefan Surlić vlerësoi se njoftimi për formimin e gjandarmerisë përfaqëson një mekanizëm shtesë në presion dhe friksim të komunitetit serb, veçanërisht atyre në veri të Kosovës. Ai kujtoi fjalët e Kurtit se fokusi i gjandarmerisë do të ishte në zonat kufitare dhe në luftën kundër terrorizmit, si dhe se përfaqësuesit e komunitetit serb shpesh etiketohen si kërcënim për sigurinë. Ish koloneli i policisë së Kosovës Refkim Morina vlerësoi se formimi i gjandarmerisë përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara në siguri dhe një mekanizëm profesional që nuk do të ketë qëllime militariste, por do të kontribuojë në zvogëlimin e rolit të misioneve ndërkombëtare, kryesisht e EULEX-it.
Redaktori i portalit të internetit të radio televizionit të Serbisë Rade Mareović thot se njoftimi për formimin e gjandarmerisë është kryesisht pjesë e strategjisë parazgjedhore e Albin Kurtit, e cila synon votuesit e një linje më të ashpër politike. Mareović beson se kur bëhet fjalë në thelb për një strukturë të re sigurie, por për ripaketimin e forcave ekzistuese. Moti nesër do të jetë i ndryshueshëm dhe i paqëndrueshëm në disa vende me reshje shiell dhe bobullima, të cilët mund të jenë më të theksuara në pasdite me paraqitjen afatshkurt të breshërit dhe erë të fortë, afatshkurt dhe me stohi. Do të fryjë erë dobët dhe mesatare veriore dhe veri perëndimore. Temperatura më ulët e ditës do të jetë nga 10 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 27 gradë Celsius.